700.000 euro të humbura nga fajdeja në Prizren, 1 arrestuar e 4 në kërkim. Drejtoria për hetimin e krimit organizuar dhe krimeve të rënda në bashkëpunim me prokurorinë themelore në Prizren ka ndërmarrë veprime policore ndaj 5 personave të dyshuar për veprimtari kriminale. Të dyshuarit me inicialet B.K, G.K, E.K, E.K dhe E.R dyshohet për vepra penale fajde, privimi kundërligjshëm i lirisë dhe për veprën penale detyrimi. Sipas policisë, ata dyshohet se për një kohë të gjatë kanë detyruar viktimën të paguajë shuma të mëdha parash si interes për fajde duke përdorur presion dhe dhunë. Në disa raste, viktima dyshohet se është mbajtur edhe pa liri me qëllim që të paguajë kamata të larta. Dëmi i shkaktuar ndaj viktimës vlerësohet rreth 700.000 euro, ndërsa të dyshuarit dyshohet se kanë kërkuar edhe rreth 450.000 euro shtesë si interes. Gjatë operacionit janë kontrolluar 5 lokacione në Prizren. Për këtë dhe lajme tjera qëndroni në telegrafi.com.